Një goti gjithë, edhe njerë me mroma, du me ju falenderu edhe me shprej me njohin dhe respektin personal, fillimisht për juve të ndëru përfaqësues të medjave për punën e shkëlqyshme të vazhdueshme që jeni duke bo, edhe në këto orë të vona, që është shumë e rëndësishme për faktin gjithashtu që këto orë të fundit, shteti jonë, Republika e Kosovës, ka qenë duke u sfidu me sfidën më të madhe prej kohës kur është shpollur shteti i pavarur dhe sovran. Pra tendenca që e kem po, që në mënyrë jo kushtetuese, me vazhdu zgjedhja e presidentit, sigurisht që ka qenë shqetësuese edhe për neve, edhe për mu si i ri në politik, edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, edhe për gjitha subjekte tjera opozitore, mirë po konsideroj edhe për përfaqësues dhe shoqërinë civile, për qytetarët e Republikës së Kosovës, po edhe për juve. Çështja që është shumë e rëndësishme, që edhe jem sot këtu për me fol, zgjedhja e presidentit, është preokupim i gjithëve. Nuk është që kem dosht dhe kisha dosht me konë në konferencë për këtë temë sonte këtu bashkë me juve. Po ka qenë një imponim dhe një rrugë e fortë që ne kem alarmu në vazhdimsi edhe në komunikimet tona publike se zotri Kurti me strategjinë e tij, energjinë e tij dhe veprimet e tij që i ka bo, sidomos pas datës 28 dhjetor, sepse ne kem ditë që mandati i presidentes përfundon në muajin mars. Kanë qenë në formën që me pa mundësu që kjo legjislaturë me ndërtu shumicën dhe me mri konsensusin e mjaftueshëm dhe vendi me pas në kohën e vetë presidentin e zgjedhur të Republikës së Kosovës. Pra ne kem pas shosje që nga fillimi konstruktive, pozitive, i kem respektu të gjitha subjektet që kanë qenë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, e kem pranuar rezultatin e zgjedhjeve, kem qëndru në opozit, ndërsa në temat dhe çështjet që kanë qenë interesi vendit, interesi kohës, kem tregu konstruktivitet. Për hir të respektit dhe korrektësisë, po du me i kujtu. Fillimisht e kem mundësu dhe kem bashkëpunu që më u konstituu Kuvendi. E kem pranu formimin e qeverisë, i meritum, i fitum, i kem mbështet pa asnjë rezervë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Që vendi me pas mundësi edhe mu integru, edhe me përfitu prej skenave që janë të dobishme për shtetin e Kosovës dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. I kem mbështet dhe kem votu zgjatjet buxhetore për muajin mars. Që nën kupton, vendit mos më ju cenu likuiditeti. Pra me pas mundësi me u pagu pagat për punëtorët e sektorit publik, shpenzimet operative dhe mos me u cenu kuptim të likuiditetit dhe funksionalitetit në aspektin financiar institucionet publike në shtetin e Kosovës.